Të gjitha falënderimet, të gjitha bindjet në nështrimet, I takojnë Allahut Azza wa Jell me lavdi, me madhështi. Atë falenderojmë për Allahut, ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut, për çdo të keqe që e veprojmë me dije apo pa dije. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartë madhruar në këtë fe madhështore, nuk ka askush që ta largojë. Dhe mbi atë cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. S'ka dyshim se ai e përcolli qartë mesazhin hyjnor ke mbar njerëzimi. E plotësoi amanetin që ja pati ngarkuar I gjithë pushtetshmi, që I meriton të gjitha lavdet. Dhe sakrifikoi për këtë fe deri në fundin e jetës së tij. Pra, përshëndetjet tona më të përzemërta le të jenë pra mbi më të mirin e krijesave. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Dhe sot është ditë e Xuma, është shumë e lavdëruar dhe e vlefshme ta shtosh salavatin mbi pejgamberin e dashur. Po ashtu përshëndetjet më të përzemërta ne I dërgojmë mbi familjen e tij të ndershme, fisnike, pra ehli bejtin, mbi shokët e tij besnik dhe mbar atyre që ndoqën dhe do ta ndjekin deri në ditën e fundit. Allahu I lartë madhruar na tregon në librin e tij fisniku, thotë: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç duhet, siç meriton Allahu t'i friksojeni. Dhe mos t'ju gjej vdekja vetë ju duke qenë pra musliman. Pra, në momentet e fundit ju kur të largoheni nga kjo dynja, s'ka dyshim se t'jeni pra musliman, besimtar në fenë islame. Po ashtu thot Allahu I lartë madhëruar në librin e tij fisnik: o ju njerëz, ose o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksoni Zotit dhe kur doherë ju shprehni të drejtën. Flisni drejt. Flisni të vërtetën. Se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu ka për t'ja korrigjuar punët tuaja. Çështjet tuaja ka për t'i përmirësuar dhe dijeni se ai I cili I bindet Allahut xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Të nderuar besimtar. Ne kemi përmendur dhe në një prej ligjëratave të shkruara, domethënë mësime, përfitime dhe dobi nga një prej sureve të Kur'anit që ishte surja El Asr, koha. Dhe shpjeguam domethënien e saj, atë çka përfitojmë dhe çka nxjerrim mësim prej saj. Po ashtu edhe në këtë ligjërat sot me lejen e Allahut Dhul Xhelal do ta përmendim përfitimet dhe dobit që ne I përfitojmë nga një sure tjetër e Kur'anit, e cila është surja Ad-Duha. Kjo është një nga suret që zbriti në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zbriti duke e qetësuar atë. Duke e qetësuar të dërguarin e Zotit, duke e larguar dhimbjet dhe duke e futur shpirtin e tij në një siguri. Pra, dhe ishte kjo sure Ad-Duha. Përse të nderuar vëllezër dhe motra, kur zbriti kjo sure, ja qetësoi shpirtin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse kjo e ka një ndodhi, të nderuar vëllezër dhe motra. E ka një ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ishte koha kur I dërguari I Zotit e çfaqi haptazi mesazhin e tij fisnik te njerëzit dhe pati shumë armiqësi dhe kundërshtime për shkak të këtij misioni fisnik që e ngarkoi Allahu Dhul Xhelal ke Kurajshitët, të cilët bën ç'është e mundur
që ta ndalojnë dhe pengojnë të dërguarin e Zotit nga misioni fisnik që janë kishte ngarkuar Allahu i gjithëpushtetshëm. Dhe bashkëpunuan me kurfar njerëzish që ta pengonin ata. Po ashtu bashkëpunuan, kërkuan ndihmë nga hebrejt, nga qifutët, nga jehudët, pa çka se ata e dinin që ai ishte pejgamberi i Zotit. E dinin që ai ishte pejgamberi që Zoti do ta dërgonte të fundit tek njerëzit. Por se kur ai erdhi nga mesi i arabëve, ata bën kryenetësi dhe refuzuan, se i tillë popull janë. Refuzuan, kinse ai nuk erdhi nga mesi i tyre, pra nga populli i tyre, po erdhi arab. Dhe si shtam, kthehemi tek tema jonë, nderuar vëllezër dhe motra. Kërkuan mendim kur e shitët ke jehudët. Dhe ata i thanë, për ta vërtetuar atë çka flet ai njeri, bëjini këto pyetje. Dhe njëra pyetjet ishte, nderuar vëllezër dhe motra, që ja bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila po komendon me temën tonë, që na trego për djelmoshat e shpellës. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam s'ka dyshim se lajmet i merrte nga i gjithë pushtetshmi, i cili dërgonte engjëllin fisnik Xhibrilin alayhis salam me sqarim. Por se pejgamberi i Zotit ju tha atyre, nesër do t'ju përgjigjem. Dhe deshi Allahu dhul xhelal ta sprovoj me këtë gjë që bëri pejgamberi i Zotit. Deshi ta sprovoj dhe avonoi shpalljen për një kohë të gjatë. Dhe pejgamberi i Zotit u shqetësua, u mërzit dhe ishte në një gjendje shumë jo të këndshme për shkak të kësaj, sepse u ndal shpallja, duke mos i zbritur asnjë ajet tek i dërguari i Zotit, kurse ata prisnin fjalën e tij. Dhe aq donin që ta përhapnin ke njerëzit. Por se Allahu dhul xhelal nuk e lë kur robin e tij. Nuk e lë kur robin e tij. Dhe pas një kohe, çfarë i zbriti i gjithë pushtetshmit, nderuar vëllezër dhe motra? I zbriti pra këtë sure madhështore, ku tha Allahu dhul xhelal, "Wad-duha, wal-lejli idha saja", betohem në shkëlqimin e paradites dhe në natën kur teret e qetësohet. Pra, wad-duha wal-lejli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pra Zoti yt nuk të ka braktisur, e as nuk të urren o Muhammed. Pra i zbritën këto ajete të dërguarit Zotit. Ajetet e qetësisë, që ja mbushën zemrën me gëzim. I zbriti kjo sure që ja ngriti lart moralin të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke treguar dashurinë, afrimitetin e Allahut azza wa xal dhe vlerën që ka pejgamberi i Zotit tek Allahu dhul xhelal. Pra, Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të urren o Muhammed. Pra ju zbritën këto vargje. Na tregon se Zoti, se si Allahu dhul xhelal e qetëson një zemër, e qetëson zemrën që është lidhur me të. Pra kjo na tregon se si Allahu e qetëson zemrën që është lidhur me të. Sepse ai nuk e largon një njeri që e ka lidhur zemrën e tij me Zotin, por e afron atë më afër vetes dhe e mbron atë dhe e lartëson çështën e tij dhe jep zgjidhje për të. Këto ajete i drejtohen të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kurse i drejtohen çdo besimtari dhe besimtareje që ka qenë i sinqert me Zotin e tij dhe ka mbjellur në zemrën e tij ndjenjat e dashurisë për Zotin, afrimitetin me të dhe të qenurit në shoqërinë e tij vazhdimisht, duke përfituar kështu lumturinë, kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e besimit. Allahu dhe dhul xhelal na tregon në një hadith kudsi, pra në një hadith kudsi ku thot: "Dhe vazhdon robi im që të më afrohet me vepra të mira vullnetare, derisa unë ta dua atë. Nëse unë e dua atë,
atëherë unë do t'jem dëgjimi atij me të cilin dëgjon. Do t'jem shikimi i tij me të cilin ai shikon. Do t'jem dora e tij me të cilin ai prek dhe këmba e tij me të cilin ai ecën. Nëse më kërkon diçka, do t'ja jap. E nëse më kërkon mbrojtje, unë do ta mbroj, thotë i gjithëpushtetshmi. Dhe vazhdon pra më pas Allahut te kjo sure që i zbriti dërguarit të tij, ku tha: "Walal akhiratu khairun laka min al-ula." Dhe dije natyrisht o Muhammed se jeta e ardhshme, ajo çka do të vi, është më mirë se kjo jetë në të cilën je. Vërtet pra, përfundimi i çdo çështje që lidhet me ty është më i mirë se sa fillimi i saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdonte duke ngritur Allahun në grada të larta. Allahu azza wa jall ja forconte më shumë fenë e tij. E ndihmonte dhe rregullonte gjendjen e tij deri në momentet e fundit të kësaj bote. Çdo ditë që kalonte nga jeta e tij, Allahu i madhërueshëm i shtonte atij izze, krenari, mbas krenarie, fitore, triumf mbas çdo triumfi, mbështetje pas mbështetje, derisa i pa me sytë e tij i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam frytet, kur Allahu ja zbriti ajetin e surës Nasr, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dhe i pe njerëzit o Muhammed duke hyrë në fenë Allahut, pra grupe, pra fryti i punës ti, lodhjes ti, mundit ti, durimit ti këtë i gjithë pushtetshmi. Pra i pa i dërguari Zotit. Sepse Allahu i tha natyrisht jeta e ardhshme për ty është më mirë se kjo jetë dhe të gjitha caktimet e Zotit Dhul Xhelal. Dhe Allahu azza wa jall thot, kam përgatitur për robërit e mi, për salihinët, ata që punojnë mirë, bëjnë mirë, janë vepër mirë, kam përgatitur, thot i gjithë pushtetshmi, ata çka syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar, dhe as nuk i ka shkuar në përmend njeriu. Kjo është ajo çka përgatitur i gjithë pushtetshmi për njerëzit punë mirë. Sikurse ka thënë një i ditur, vërtet një vend i vogël sa kam zhiku në xhenet është më i mirë se sa e gjithë bota dhe çkante, pra, një vend i vogël fare në llogaritje. Në xhenet është më e mirë se sa gjithë bota dhe çkante brenda. E dim që çdo gjë në tokë është kalimtare. Është kalimtare, do kaloj. Ashtu si thot i gjithë pushtetshmi në surën Rahman, kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbuka dhil jalali wal ikram. Pra çdo gjë që është në tokë do të zhduket, do të largohet, e do të mbetet vetëm fytyra e ndershme e ndritur e Zotit tënd, plot madhëri. Kuptimi i qartë i këtyre ajeteve e shtyn muslimanin që ta përmirësoj besimin e tij, të rregulloj veprat e tij, të përsosë qëndrimin e tij dhe të investoj në kohën e tij dhe ta shfrytëzoj atë. Dhe vazhdon ajetin Allahu Dhul Xhelal te kjo sure kur i tha: "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dhe ajo çka do t'i japi Zoti ty o Muhammed, ta dish. Ajo çka do t'i japi ty Allahu apo çka përgatitur për ty, ta dish se do të jesh shumë i kënaqur. Ky ajet lexohet në të gjitha kohrat, do të lexohet deri në Kiamet. Sepse është një ajet që me të qetësohen zemrat, duke treguar vendin e atij që i dhurohet dhe vendin e tij tek dhuruesi Zoti Dhul Xhelal. Ajo në kuptimin e saj, ajo është dhurim. Dhe sa i dobishëm është dhurimi nga dhuruesi, që nuk e thyen premtimin. Allahu Dhul Xhelal nuk ka më mirësi më të madhe pas dhurimit të tij dhe nuk ka kufi për shpërblimin dhe mirësinë e tij. Allahu i madhërisëm i ka dhuruar në këtë botë një vend të ngritur pejgamberit të tij. Sepse me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wa jall
i ka mbyllur dërgesa dhe mesazhet hyjnore. Dhe e ka bërë popullin e tij, neve pra, nga popujt më të mirë, nga umetin më të mirë. Sikurse edhe libri që solli, që mori, që ka zbritur nga Dhul Xhelal, që është fjala e tij, e nuk është i krijuar. Është legjislacioni, sheriati, është më i miri legjislacion. Ndërsa rruga e tij është rruga më e mirë. I lartësuar është Allahu, thot Allahu në Kur'an. Ai i cili nëse do mund t'i jap gjëra më të mira se këto, kopshte në për të cilat të rrjedhin lumenj, dhe të bëjt për ty pra pallate, prej margaritari, prej argjendi. Këto përgatit Zoti i gjithëpushtetshëm në xhenetin e mshueshëm. Allahu Azza wa Jalla ka lartësuar pejgamberin e tij, sepse i ka dhënë atij mundësimin e ndërmjetësimit për njerëzit, që do të jenë në një pozicion, në një pozitë të vështirë, të bllokuar ditën e gjykimit, derisa të vijë dërguari i Zotit dhe t'i shpëtojë me ndërmjetësim, duke kërkuar tek Allahu për ta falje, dhe do të bëhet shkak që do të hyjë në xhenet, inshallah. Dhe vazhdon Allahu Dhul Xhelal sqarimin e kësaj sure që e ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i tha: a nuk ishe jetim dhe ai të dha streh? Se pejgamberi i Zotit ishte jetim. E walem yajidka yatiman fa awa, pra atë gjeti ty jetima, nuk ishe jetim. Dhe të dha streh. Wa wajadaka dhallan fa hada. Dhe a nuk të gjeti ty të paditur, nuk dije për Islamin. Dhe ai të udhëzoi. A nuk ishe nevojtar, i thot Allahu. Dhe Allahu të bëri që mos t'ja kishe nevojën askujt. Sepse Allahu e mbështeti duke qenë jetim. E mbështeti dhe udhëzoi atë me shpallje. E pasuroi me çdo gjë që i mjaftonte atij në të gjitha momentet dhe stacionet e jetës së tij. Allahu i madhërueshëm e pasuroi atë me edukimin e tij nga kush? Nga Abu Talibi, që ishte xhaxhai i tij, derisa ndroi jetë, e pasuroi dhe mbështeti në pasurinë e kujt? Të Khadijës, bashortes së tij të ndershme. Kur përfundoi pasuria e saj, Zoti e mbështeti atë në pasurinë e Ebu Bekrit, prishtit besimtarve. E kur dhe kjo përfundoi, e urdhëroi atë për emigrim ku në Medinë, duke pasuruar atë me përkrajen e ensarve, medinasve, ndihmëtarve. Vërtet këto mirësi, të cilat i adhuroi Allahu xhele xhelalu mbi të dërguarin e tij, nëse do ndalojmë dhe do meditojmë dhe do mendojmë, ai pra që i ka rënë një fatkeqësi apo është përballur me ngushti dhe sprova, këto ajete pra ja hapin atij perspektivën, e bëjnë optimist dhe japin shpresa të mëdha. Prandaj mbështetja do të jetë tek Zoti fuqi plot në çdo çast. Dhe përfundon Allahu Dhul Xhelal këtë sure pra me ajetet: prandaj mos e shtyp jetimin dhe lypsin mos e largo me ashpërsi. Pra këto ajete na këshillojnë për një jetë të drejtë, ku në bazë të saj është solidariteti dhe dhëmshuria mes njëri tjetrit. Është thirrje për gjithë ata të cilëve Allahu Dhul Xhelal u ka dhuruar presligj, pasi që nuk kishin asgjë, dhe i mbështeti pasi që ishin të dobët, dhe ndoshta kanë qenë jetim, i bëri të pasur, pasi ishin të varfër, dhe duhet të jemi falënderues për ato që na ka dhuruar Zoti. Prandaj mos e shtyp jetimin, përkohë lëdatoje kokën e jetimit nëse ke mundësi, ndihmoj atë, se pejgamberi i Zotit ka thënë: unë me kujdestarin e jetimit jemi kaq afër ditën e gjykimit, dhe ka bërë me shenjë dy gishtat e tij. Dhe ka thënë: nëse lëdatoni atë me dashamirësi
dhe dhe mësuri te koka e tij, ta dini se për çdo fije floku keni në një shpërblim. Pra mos e shtyp jetimin, mos e përbuz ta braktisë atë, apo sillu mirë me të dhe i but, edhe me njerëz të dobët, mos u tregoj jashtë për tiran, mendje madh dhe i pasjellshëm. Dhe të varfrin trajtoj me dhe mshuri, mëshirë dhe butësi. Pra atë që është vërtet i varfër, jo çdo njeri që na del në përpara kërkon dhe hiqet kinë se si i varfër që të përfitoj nga ne, po ai që është vërtet i varfër, sepse gjithë secili prej nesh është përgjegjës për veten e tij, për atë çka bën. Dhe përmbyll Allahu Azza wa Jall këtë sure me ajetin e fundit ku thot wa bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe mirësit e Zotit tënd, mirësit që ti ka dhënë Zoti, tregoj. Pra bëu falënderues. Falenderoj Zotin për mirësitë që ti ka dhënë. Se mos ishte mirësia e Allahut dhe udhëzimi i tij, asnjëri nga ne nuk do të ishte i udhëzuar në këtë gjendje. Pa shikoni, ne që jemi këtu në xhami, elhamdulillah, është mirësia dhe vullneti i Allahut Azza wa Jall që na ka sjell këtu, na ka udhëzuar në këtë fe madhështore. Pasi nëse nuk do na kishte udhëzuar, do të ishim të humbur, do të ishim te njerëz të tjerë që do arkëtoheshin tani, do të alinin ditën e xhumas obligimin që e kanë karshi Zotit Dhul Xhelal. Prandaj e them këtë fjalë, e kërkoj falje për Allahu, për ju dhe për mua. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirues. E kullu ma tesmaun, wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillahi ala ihsani wa shukru lehu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, i cili është Zoti vetëm që meriton të adhurohet. Falenderojmë atë për mirësinë e madhe që na ka dhënë, për Islamin. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut Xhele Xhelalu të jenë pra mbi më të mirën e krijesave, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Pra mbylli Allahu Dhul Xhelal, si shtam këtë sure me ajetin wa bi ni'mati rabbika fahaddith, pra mirësitë e Zotit tënd tregoj. Ne e tham, ktheu faqeve të jetës tënde që të shikosh mirësinë e Zotit ndaj teje. Që nga momentet kur nuk isha asgjë, derisa u bëre diçka që përmendesh për atë gjë. Mirësitë e Zotit, vëllezër të nderuar dhe motra shumë të respektuara, janë në çdo lëvizje, në çdo frymarrje tonë. Mirësia e lumturisë dhe në udhëzim janë mirësi në shëndet, mirësi në siguri, mirësi në dëgjim, në shikim, mirësi në pasuri, në pasardhës trashëgimtar, mirësia e gjumit të qetë dhe të zgjimit normal. Mirësitë e Zotit janë nga koka deri në fund të këmbëve. Prandaj merri parasysh, medito për mirësitë e Zotit tënd që të ka dhuruar, diellin, hënën, lumenjë dhe detet, pemët dhe kafshët, natën dhe ditën. Merr parasysh, medito në mirësitë e Zotit. Dhe për ato mirësi, fto në rrugt të Allahut, në rrugt të Zotit, me anë të bindjes, njohjes, nënshtrimit dhe besnikërisë, mbajtjes së fjalës me qëllim që të kuptosh mirësitë e tij dhe të njohësh drejtsinë e tij. Kështu ai të ndryshon gjendjen tënde, Allahu Dhul Xhelal, nga çdo neglizhencë dhe nga çdo pavëmendje, të kthen të bindur dhe të nënshtruar ndaj tij. Prandaj falenderoj Zotin me fjalë dhe me vepra, me zemër dhe me trup, dhe do ta beso se do t'i shijosh këto mirësi që përmendëm dhe do ta ndesh kë ëmbëlsinë e kujt e imanit e besimit. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, nuk dua që të zgjatem shumë dhe të marr nga koha juaj të çmuar, po Allahun e gjithëpërshtetshëm, elus me emrat e tij
të bukur, me cilësitë e tij të përsosura absolute na bëjnë ne për atyre që janë falënderues, na bëjnë ne për atyre të cilët marrin mësim nga çdo ndodhi që hasin në jetën e kësaj dynjaje. Elusim Allahun na bëj të qëndrueshëm në këtë fe madhështore. Ta ruaj zemrën tonë nga çdo devijim, ta pastroj atë ta bëj të pastër ashtu siç është uji. Dhe lusim Allahun mos na privoj xhenetin e amshueshëm, xhenetin Firdeus. Lusim Allahun na ndihmoj në çdo hap të jetës tonë, të ndihmoj të gjithë muslimanët, kudo që ndodhen ata, në të gjithë botën, në Sudan, në Palestinë, në të gjithë botën, Allahu i ndihmoft muslimanët dhe i mëshiroft të gjallët tanë dhe të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sejdina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahar